vetëm në Spaça Burrell nuk na çon dot për momentin, por me deputetët që ka e vendos në kushtetutat ligj. Të përshëndes Flavio. Dhe po bëhet gati për ca ligje të frikshme kryeministri, por doja dëgjojmë krismën edhe atyre, sidomos ai ligji për kriminalizimin e shpifjes dhe për fonde nga jashtë për dizinformim. E ka një çik Rusia dhe ligjin për është histori tjetër. Ne do e bëjmë më inteligjent si ligj. Vazhdojmë telefonat, alo, mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje. Më urime për emisionin. Faleminderit shumë, zotëri. Vetëm një pyetje deshta me të bëj aty, edhe asnjë gjë tjetër s'ka. Po. Ky se na nxin jetën. Ka komisionert e Partisë Demokratike si qenë aty. Çka kanë manovruar, çka kanë bërë këta rob, këta nuk di se si tham. A kanë po këta persona që i kanë bërë këtë punë? Po, edhe i kanë pa. A jenë marrë me këtë punë? Si e kanë leju të qotë komisioneri? A i minë komision bashkët? Si u shoka komisioneri e votokat e ajete? A ka pa me sytë balët? A ka qënë aty? A ble me para? Si a kjo punë? Po edhe shiten njerëzit në nuk është në çudi e madhe. Po të ushit përgjithësi, më Flavio në nëndzin jetën. Si ushit kanë kështu? Si u bëga kjo punë, si u bëga kjo punë? Komisionerët aty të Partisë Demokratike, ata shohen e votojnë, socialistët e sërën muta, shohen e votojnë për tjertë. Ja që ndodhi. Po. Ka është po ata, Flavio, përshëndes. E vlerësoj. Të përshëndes ty, bashkë me atë, mja thuje, me atë mikroshin. Me këmër, se kena shumë mikroshin. Atë në gazetari, A labutin për thua? Ata lumsh aty, se janë të drohendin. Përshëndetje Imagjini shumë. që kanë labutin tash. Labutin, përshëndetje. Me që pas ka hyke sektori mjekroshave. Dhe këtë të përshëndesim zotrin. Ndërkohë, Andi. Mirëmëngjesi. Ku je o ylli i ri? Ku je ti jem? Në Kamës. Në Kamës, ë? Kamës City. Më duket se ke punë tjera tuja, se s'ke shku vetëm për Vox Popet e në Kamës. Jo, në Kamës, vetëm për Kamësën. Vetëm për Kamësën. Si quhet ky sheshi ku ndodhesh? Vetëm për... Ledashim, mos të... Nuk e di. Burrash, nuk e di. Sheshi Flamurit, mos gaboj? Se di, jo, nuk e di. Nuk e di, vallaj. Jo, për sheshi Flamur Nokës. Ha, pra hatani, ha. Nuk e di, jo. Po pyet, mos... Si do e fillosh raportimin kur nuk e di ku ndodhesh? Miqës te jam në Shqipëri. Hajde, Andi. Vepro, Andi. Shihemi pastaj. Mirëmëngjes, Flavio e kanë harruar se s'kan më interes për Shqipërinë. Nuk vinë më, i kanë tërhequr dhe të afërmit. Këtu do ngelet mall pa zot, si kanë ngel fshatrat dhe qytetet. Shumë shpejt e Tirana ashtu ka për të ngelur. Pensionist dhe turist kinez. Po që turist kinez, zeza, mos, nuk ja fu do të shkollaj kinezit. Mirëmëngjes, Flavio, është kënaqësi me nisditën me ju. Albin Kurti ka bojkotuar shkuarjen te Klan Kosova, që bën propagandë gjithkohën kundër qeverisë dhe partisë Kurtit. Kjo strategji ka rezultuar e suksesshme. Përse nuk e bëjnë dhe drejtuesit e PD bojkotimin tek televizionet kombëtare dhe ato që mbajnë qëndrime propagandistike kundër PD-s, mjaftojnë daljet të syrit dhe në konferenca shtypi. Kalofshi mirë. Nuk është aq e lehtë. Vazhdojmë me telefonat tjetër. Alo, mirëmëngjes. Alo? Përshëndetje. Përshëndetje. Më thoni. Jam një dëgjues i rregullit syrit televizion. Ne jo. Po. Jam nga Leza. Mirë se erdhe. Desha me thonë drejtën, i shoh ato që i njepni ju aty në televizion, ato maskaradin elektorale. Po pse nuk PD-ja, pse s'kërkon i fije përgjësia për numruesit edhe për vëzhguesit e tyre. Ki ka mund tjetë në sënyt komisionerët PD-s bënë tonë e masakër? Nuk besoj se ka folur njëri për tolerim ndaj komisionerëve që janë të përfshirë në... Duhet të lojnë ata, do ata do të futën burg, ma parë se ata të pësës. Ata do të futën burg. E kuptoj. Faleminderit, përshëndetje. Faleminderit juve për telefonatën, e përshëndesim zotërin Nadia Mir Flavio.
Për mendimin tim, janë një pjesë e madhe që po e harrojnë, por duhet ta kthejnë kokën nga vendi i tyre i dashur, se nuk ka vend më të mirë se Adeu. Ata duhet ta duan me të mirat dhe të këqijat. Pastaj hapet debati se çfarë është Adeu, po nuk është për emision mëngjesi ai debati. Përshëndetje, të gjithë e dinë se zgjedhjet janë vjedhur, por çfarë duhet bëjmë tani? Se ndërkombëtarët bëjnë sikur nuk shohin. Më duket se nuk është ashtu. Më duket se nuk është tamam ashtu. Por